Faleminderit shumë. Unë dola të flas për temën për të cilën jemi duke shqyrtu. Me të vërtet pritshmërit edhe të profesionistëve, por edhe të qytetarëve të Kosovës gjithmonë janë që mos t'i përsërisim gabimet e së kaluarës ose qëllimet politike në atë që po e shohim për çdo ditë kapjen e institucioneve të pavarura. Sot po flasim për një institucion i cili e ka pas fatin e keq edhe që është përjashtuar në vitin 2018 për shkak të ndërhyrjeve politike edhe për shkak të emrimeve politike në Agjencinë e Akreditimit. Ndërsa sot ju e keni shkel ose po tentoni me shkel të njëjtin standard, i cili është standardi kryesor, po e them edhe një herë kryesor, që anëtarët duhet jenë të pavarur politikisht, të përgatitur profesional dhe me përvojën e sigurimin e cilësisë. Ju e keni pru një emën që ka emnin driton vela, përpos që është i ngjyrosur politikisht, ka qenë kandidat të lëvizjes vetëvendosje, nuk është edhe i zoti profesionalisht. Temat e tij janë kontestuar nga kolegët e tij që janë shumë më profesional edhe janë me titull akademik. Ai është akuzuar edhe për plagiat. Ai është akuzuar edhe për mashtrim. Ai është me emën mbi emën një profesoreshë nderuar që edhe ajo koincidon që është antare juaj e lëvizjes vetëvendosje, po e ka ndoshta egon e vet profesionale, edhe nuk e pranon një mashtrues si ai që me qenë antar i këtij agjencioni shumë kredibil. Andaj këto janë tema publike edhe ju i dini. Po e dini ku e keni interesin ju të këtij personi? Që ky person o kon barc i listës esenciale të Barna. Që ky person i ka leju një kompanie farmaceutike me fut Barna edhe me kriju monopol e që ajo kompani farmaceutike i ka fitua një 170 milion të ndera në emën që ati monopoli. Do me thonë, qështu është lidhja e krimit. Nuk është që është e këtu vetëm rastisht që kjo po dënë me shku në agjensie të akreditimit. Po kjo ka lidhje më të fella me krimin farmaceutik, me mafin farmaceutike. E qëtu është një që ullet qëtu, që ai është personi i cili e ka mbajt paradush edhe tjerët për me i përfitu që ato miliona. Do me thonë që kjo është lidhja e krimit. Nuk është vetëm aspekti politik, por kjo është lidhja e nënshtrimit, krimit, edhe që të lajme që po isheni çdo ditë për mungesën e barnave kundër kancerit, do me thonë i kanë qëta emrat përveqem, edhe sikur që kjo person që e keni pru sot me dërgu në agjencinë e akreditimit si njeri profesionist edhe si i pavarur politikisht. Kjo është e vërteta. Dilni demantoni, ja u them edhe tjera, se po i ruaj edhe do tjera.